Ne na vjedhin të gjithë, na vjedh kusht mund, na vjedh shteti, na vjedh privati. E kam fjalën për operatorët e telefonisë celulare, Vodafone Albania dhe One. Gjithë keni telefona në shtëpi, gjithë keni lidh internet në shtëpi dhe e dini se sa kushton fatura mujore e telefonisë celulare dhe internetit, pra që marrim shërbime interneti. I ndryshojnë çmimet si tu doj shefi, i kanë çmimet një lloj, edhe gjitha këto ndodhin sepse ne jetojmë në një shtet mafioz që ka ka një operatori konkurrencës, që është që duhet monitorojnë abuzimin me çmimet të këtyre kompanitë private, por që nuk e bën. Dhe kishte dalë raporti për vitin e fundit, pra për 2025-ën, që kompanitë celulare One Albania dhe Vodafone Albania kanë dyfishu fitimet, ndërsa shqiptarët paguajnë internetin edhe thirrje telefonike, që janë pa vlerë tani, se me internet merren njerëzit vesh. Shumë më shtrejt se gjitha vendet e rajonit dhe të Europës. Pra ne paguajmë 2 fish, 3 fish më shumë se sa gjithë vendet e rajonit. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh, dhe ju lexoj edhe këtë raportin që kishte dalë. Kjo ndodh sepse Vodafone Albania dhe One Albania janë oligopol në Shqipëri. Pra janë vetëm 2 kompani, nuk është treg i liberalizuar, siç do duhet të ishte në një, po themi, në kapitalizëm, por nuk është as i kontrolluar. Mirë që nuk është i liberalizuar, që të ketë edhe kompani tjetër, por nuk është as i kontrolluar nga shteti. Pra është vetëm One dhe Vodafone, të cilat i vendosin çmimet, tarifat sipas dëshirës së tyre, dhe ti je i detyruar te njëra do shkosh patjetër, sepse të duhet interneti në shtëpi, të duhet me fol në telefon. Për shembull, e marr për faturën time, për shembull, kam pas bë kontratën para 4-5 vjetësh, diku ke 15.000 lekë duket ka qenë kur kam bë kontratën, edhe e ka rrit Vodafone në mënyrë abuzive, e ka çu 21.500 lekë paguaj sot në muaj. Edhe ja 12.000 lekë ja paguaj telefonit, internetit telefonit. Sa thash, 21 janë edhe 12, 33.500. 33.000 lekë. Për 10 muaj 300.000 lekë. 360.000 lekë. Po 2 telefona në shtëpi, 3 telefona në shtëpi. Pra i shkon fatura se për një individ që kishin nxjerrë këta, prapë se kishin sakt, se kishin botu një kështu gjoja kap një mesatarizim, këta të kishte publikua Kepi, apo e kishte publiku Monitori, edhe thoshin që harxojnë 100 euro. Po nuk është 100 euro, pra se kur kam unë internetin, nuk paguaj 100, por paguaj, sa i bi, për 10 muaj 21.500 paguaj 200, se thash 300. 200 edhe 100 kjo e telefonit, 300. Pra të dyja bashk paguaj 300.000 lekë, 360.000 lekë në vit. Plus edhe 2-3 telefona tjerë në shtëpi. Kështu është për çdo familje. Por, çuditërisht, këto dyfishojnë fitimet, vazhdojnë ato, fitojnë sa t'ju doj shefi. Sipas dhënave nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike, AKEP, vitin e kaluar shpenzimet mesatare të shqiptarëve për këto shërbime u rrit me 6%, pra është rrit çmimi në 2025 me 6%, krahasuar me vitin 2024. Kjo vlerë mbështet në treguesit të ardhur mesatare për përdorues të operatorëve celular. E kanë nxjerrë kaq ulët këta, se këta e quajnë të lartë 100.000 lekë, po është shumë më e lartë se sa 100.000 lekë. Me duke llogarit
edhe këto përdoruesit shërbimit me paketë. Sipas treguesit, shpenzimi mesatar i shqiptarëve për shpenzimet celulare u rrit në të 500 vit radhës. Pra 5 vite rresh, siç thash, është vetëm ka ardhur duke u rrit. Shpenzimi mesatar i shqiptarëve për çdo minutë thirrje celulare vitin e kaluar u rrit me 7 lekë për minutë, 5.86 lekë minutë pa TVSH, një rritje me 6% krahasuar me një vit më parë. Kjo vlerë bazohet në treguesit të ardhurat mesatare për minuta, RPM-ja, nëse. Ulja e numrit të operatorëve në tregun celular ka sjellë një rritje graduale të çmimeve në 3 vitet e fundit, si për planet tarifore me kontratë ashtu edhe për paketat me parapagesë. Unë kam me kontratë, paguaj 260 edhe 100 këtë 360.000 lekë. 360.000 lekë në vit. Tani, konkurrencë nuk ka. Fitimet. Vodafone Albania ka arrit fitim neto 1.7 miliard lek në vitin e shkuar, rritja e fitimit 1.2 miliard. One Albania ka arrit fitimin me 257% krahasu me vitin 2024. Pra në 2025 ka fitu 257% më shumë se sa në 2024. Dy operatorët e rrjetit celular Vodafone dhe One Albania vitin kaluar përtuan të ardhura prej komunikimeve elektronik në vlerë 28.95 miliard lek, në rritje 3.7% krahasuar me një vit më parë. Ndarjen e tregut sipas xhiros së gjeneruar nga ky segment celular, dy operatorët kanë rritur të njëjtat raporte si në vitin 2024. Pra e kanë këtë bën oligopoli dhe mungesa e shtetit. Ata bin dakord e ndajnë gjysmët klientelën, se klientelën e kanë garantuar, e ndajnë gjysmët edhe gjysmën ti, gjysmën unë, edhe hajde u arrasim me të çmime sa dumne dhe majmë të njëjtat çmime. Po ta shifni, këtyre nuk u bë dot gjë as media, as shteti. Shteti nuk bën dot gjë një herë para sepse marrin rishfet autoriteti i konkurrencës që duhet i kontrollojnë këta. Marrin rroga speciale te këta që të mos ngrejnë zërin. Pra institucion shtetëror kjo e konkurrencës. Mediat marrin reklama. Mediat marrin reklama nga One dhe nga Vodafone për t'u angjesh juve. Pra ju që shifni banaqet televizive, këto fllishësirat e mediave tradicionale, shifni që çdo 2-3 minuta bau plas aty One Albania, Vodafone Albania gjitha, janë duke pagu sepse po ju vjedhin ju. Edhe paguajnë median që mediat ju mashtrojnë juve. Edhe në raste kur disa media, portale, ku diun qa mund dalin që shifni ndonjëherë në një lajm, e bëjnë derisa të marrin reklamën edhe pastaj heshtin dhe ato. Kështu që kjo është një vjedhje e pastër, por problemi nuk janë këta privatët, problemi është shteti, mos funksionimi i shtetit që ka rolin e rregullatorit. Duhet të bëjnë rolin e rregullatorit, duhet jenë njerëz të ndershëm ata. Vetë personalisht kam edhe Vodafonin me internet shtëpie, edhe telefonin me One. Kam qenë para 2-3 ditësh në Golem, të merr me One-in nuk kishte val internetin. Në mes të Shqipërisë, në zemër të Shqipërisë, në Golem, nuk mbulojnë me val që të punojnë, të funksionojnë interneti tamam One-in. Kush ka qenë në atë zonë, e di që unë po them të vërtetën, sepse është e provuar, pra e kam provu vetë. Këtu në zonë ku po jetojnë, ku jetojnë në Tiranë, shumë 4-5 km larg qendrës Tiranës, nuk ka 5G, nuk ka mbulim 5G. Shërbimi skandalos, faturat t'i ngjeshin si t'u doj qefi, nuk merr asnjëherë përgjigje për ankesat që ke. Bëjnë gabime në për fatura, ta fusin, do i pagush të herë, sa bën pagesën e muajit ti, fillojnë u gjeneru muaj tjetër dhe fillojnë mesazhet bam, të bombardojnë me mesazhe që ke për pagu prap, një stres psikologjik i papar. Pra ti sa ke shku te dyqani One-it, edhe ke bë pagesën e muajit, del nga dyqani, fillojnë mesazhet, bombardim me mesazhe, luftë tmerr psikologjik se ke për pagu prap muaj tjetër. Por kur të vjen muaj tjetër, 5 ditë para muajit, çoj mesazh, njoftim, çoj email, çat dush, edhe njoftoj pse duhet ta bombardosh
klientin, ta terrorizosh klientin me mesazhe se ke për pagu faturën. Këtë e bën One, këtë e bën edhe Vodafone. Pra terror psikologjik, këta që kanë dyfishu fitimet në miliarda lek, 1.7 miliard lek fitime në një vit. 1.7 miliard janë shumë për një vend si Shqipëria, por u funksionon, u ecën, sepse ata kanë kap shtetin, shteti është i poshtë këtu edhe. Pra kur shohin një shtet korruptuar, se po t'ishte shteti i ndershëm, do t'i bllokonte shteti ata. Nuk do t'i lejonte që të mos ishin të ndershëm me klientët. Po shteti operator tjetër nuk lejon. Të gjithë ministra, deputet, partisë në pushtet e kanë nga një njeri të punësuar që merr 7-8 milion lek mujet, 4-5 milion lek mujet, po shumë marrin, që punon në kompanitë One dhe Vodafone. Për shembull, keni gjuju, për shembull, vllai Veliet kishte pas lidhje me One-in. Nga krau tjetër, nusja e Taulandit, për shembull, vazhdo punon te One, tjetri të Vodafone, etj me radhë, pra kanë nga një person, marrin nga një person të politikës, jo nga njëri, marrin nga 4-5 të politikanëve të partisë në pushtet, me qëllim që edhe ata të ushtrojnë presionin e tyre që autoriteti i konkurrencës mos bëjnë punën e vet. Duke pa kështu që ministra, deputet kanë njerëz drejtues të lartë në kompanitë One dhe Vodafone, ta çfarë bëjnë? I rrasin edhe ca lek për vete këta të autoritetit konkurrencës që kanë detyrë që tu kontrollojnë çmimet, mos abuzojnë me çmimet, mos i binë në qafë qytetarëve, edhe binë rahat edhe në paguj vjedhje e pastër. Është një nga shembujt ekzemplar se si neve na vjedhin të gjithë, na vjedh shteti e na vjedh edhe privati. Një ditë tjetër do ta bëj edhe për kompanit, kartelet e siguracioneve të makinave, se dhe ato kështu janë, po do ndalem një ditë tjetër atje. Sot po ndalem te One dhe Vodafone. Kanë dyfishu, ja ku e keni, 1.7 miliard fitimet për vitin 2025. Pra kanë fitu aq shumë sa që të them, në një vend normal do ishin ngrit të gjithë në këmbë. Qytetarët nuk bëzojnë, qytetarët janë mësu duke i vjedh, nuk flasin shqiptarët për qamet, shkojnë e paguajnë atje si dele, edhe nuk bëzojnë. Nuk reagon kush. Edhe vazhdojmë të vidhemi. Vidh shteti me i krah, vidh privati me i krah, na ropën. Mirupafshim, flasim prapë se do bëj vazhdimisht nga këto përhallet e përditshme që na shqetësojnë secili. Pra e thash, 21.500 lekë unë paguaj Vodafonin, cilësi skandaloze, nga i dhomë në dhomën tjetër nuk kap interneti, wireless i shtëpisë. Shërbimi e pagun për shpejtësi të lartë dhe e merr me shpejtësi mesatare ose me shpejtësi të ulët, 21.500 lekë muajt. E kanë rrit në mënyrë të njëanshme duke shkel vetë kontratën ata, vetëm me një mesazh kanë njoftuar që kemi rrit çmimin. 12.000 lekë i paguaj për celularin, 21 janë edhe 12 kënej, 30 e 3.500. 350-360.000 lekë në vit. Vetëm unë individ, plus 2-3 telefona tjerë që kemi në shtëpi. Mirupafshim.